Përshëndetje misodashër. Ta ndëgjojmë lirim me Mesovicin se çfarë palimi ja bën Hoxha në Debat Plus, i lutem. Shkojmë me videon e të diskutojmë së bashku miq. Lajmet tua janë nga linja ruse vit. Ki prodhu lajmë për eshtrat e Ushqimotit, është demantu. Ti jetë nga pak i thirun këtë studio me fort për vërtetësi dhe për argumentime. Me burime, për një lajmë me burime. Burime nga Rusia që vinë për mediumin tonë. Se po ty. Unë në momentin që gjej ty, tu argumentu për sa në tjera. Qish nuk e le me fol miq, kur Dibran Hoxha i ka këtë vërteta, këtë për numëron një nga një. Po ky s'po ka çka thot dhe gjithmonë veç pe kundërshton. Sepse e kanë zonë pick, pi thot realitetin. Qështu është njëri kur punon për Serbi, merr parë për Rusisë, merr parë për Serbisë, deri me eshtrat e Ushqimotit, pas ka gëny, pas ka thonë. Ndëgjoni miq. Fia e diçka e zotniti nuk i thirun për vërtetësi, se ti prodhon lajme të rreme. Ti po vën Ti, Dima, është profesioni jotaj. Se s'po fol për A shkak bishe, s'pele me fol hiç absolut, veç ti s'din, ti përran. Lemar bullet fol, e kryin kjo e kundërshtova me fakte. Po mos e fot kot pe kornere, që t'ka zonë pick. Ngone miq. Se ti tërësia e diçkaje, ti nuk je veç lirimi në studio, ti je lirimi që prodhon fakt, lajme të rreme. Ti je lirimi që prodhon lajme të rreme dhe që kënë studio. Ka dalë o Lirimovic, ngone here, ngo që që po thot. Që s'muesh me jakti përgjegje nëse nuk e din se çka po do me thonë. Po djek se pe dit çka po do me thonë. Se Dibran Hoxha në shompe. Këtë fytyrë t'i gjunë, vop. Po këtën të je me këta tjertë. Jo. Këtë kallëzon realitetin. Shkojnë miq. Ti nuk je lirimi një studio, ja? Dhe një lirimi një gazetar jashtë. Ti nuk je dy lirima. Ti je një lirim. Ti je tërësia asaj. Ti je lirimi që prodhon. Po është zotë, apësheni nuk ka të tërë muhabet, ti s'din, mos falkot, ti s'din, ti përran, qëto nuk ka të rësen. Nuk ka asë një arsujet tim. Që ku ti thush dikuj përran, ti dush me pas dëshmi. Jo e ran përran se që kjo, qëto. Apo qështu. Këta s'pe ka, nuk pe thot, të pakten. Veç po selmon. Edhe po selmon do më thonë pa kokër lidhje, sepse nuk ka kur far argumente, kur far kundërfakt nuk ka. Veç porran, so që ashtu t'i zdin. Ngone miq. Lajme të rreme dhe që vjen studio. Që ne lajme? Lajme që të vinë nga Rusia në përfjalin tonë. Lajme që të vinë nga Rusia, po thot. Dëgjoni miq. Dibran Hoxha nuk guzon me shpif nëse është e vërtet. Se po thot publikisht. Të më thonë këtu e në sakta. Lajme tua nga Rusia, nga Serbia. Të merë i botës miq. Shkojna? Lajmi për eshtrat e Ushqimotit. Lajmi për eshtrat e Ushqimotit, që thash edhe më pare. Edhe për eshtra të Ushqimotit, Rametlis ka gëny, ka rajt. Ngone. Mitrovica është Serbi, nga mediumi jo. Nga gazeta atina, mediumi jot, ka thonë që Mitrovica është Serbi. A përsheni çfarë bote im dërnu miqtë mi. Mitrovica është Serbi, Lirimovici. Se e pat bo baba Mitrovica në tina. Kjo të regon, ka i merë paret. Madejnë Serbia. Madejnë Lirimovic. Shkojmë. Po që ma fora se dhe qa lajme për me kuptu qka është e lajme. Zdi qa lajme. Që po duhet, ma argumentu, me elemente qira. Është ti e lirimi i lajmeve të rreme. Kjo është Dima nga jashtë. A jemi të folë të shtetë të prokurori. Hajde, krye argumentin që du. Në momentin që du. Shumë mirë po Dibran Hoxha. Unë jam shumë i qartë. Po ti argumentoj. Po ti
demontoj Lirimovic. Po s'ki fakte s'munësh, se të kanë zonë me pelë për dore që këtojnë fjallë popullore të na. Të kanë zonë me pelë për dore, s'ki ka shkon. Po thot realitetin, e realiteti djeg. Po ti se ki problem, që ti ke marrë ato. Ti jetë rathar. Në atë moment që ti thu Mitrovica Serbi, ti jetë rathar. Ti të në mush me konë, veç shqiptarë së mush me konë. Mu vjen keq për të fjallë, po në përfoli si mas fjallëve tua. Si mas gazetës juj, po djumit ju që ti ju i thoni. Mitrovica s'ka ka e Kosovës, po ka Serbis. Hajde Lirimovic, hajde. Shkojmë tutje miq? Nuk jetë që lirima. Lirimi që përdojnë janë të rreme. Dhe lirimi që është në studio është i njëjti. I njëjti lirim është. Arbive vendosë se përdoj argumentin e njëjtë. Ti rështau, fune joqe, s'po më interesant. Vazhdo. Ne mund ta përfundoj. Lirimi i lajme të rreme dhe lirimi i në studios është i njëjti. Vazhdo. Lajmeve të rreme. Lirimi i kësaj studio është i njëjti. Unë nuk e di çfarë fytyrë ka ky njeri, miqtë mi. Me të vërtet nuk po e kuptoj. Me dal një gaztari, i thom gaztari. Edhe me të akuzu dikush me onë që ti rrën, ti ke bo këta, plus e ishte të kushin hotit. Zdi, nuk e di çfarë vlerë të njeriu ka. A ka ftyrë, s'ka ftyrë. Këta s'ka 100% po të garantoj. Ndërsa e pranon gjithë edhe vepron me bashkëpunu me Rusinë, me Serbinë, kundër shtetit Kosovës, kjo do me thonë që s'ka këta. Edhe plus është muzika bofsha, është djalë dëshmori. Runa Zomiq. Runa Zo. Shkojna? Shmerveshti. Arsyetimi është veç ti s'mervesh, ti s'din. S'po marrë ka veç kur gjë. Njëre ka kry fakultetin. A dhja një po 2 mdokët e ka kry për këtë punë. E ti po i thu s'din, s'mervesh. Sepse po t'i palan kretë një ka një. Shkojna miq? Pse je shqetësuar? Pse po shqetësohesh kur s'është e vërtetë po thot. Është shumë normale. Unë kur s'bëj diçka, akuzojmë ti sa dush nuk shqetëson, as nuk nervozon. Po kam shumë arsye me t'i thonë, me ta shpjegu që kjo s'është e vërtetë çka po thu ti. O, ke po shqetësohet, edhe jo pak po shumë. Shkojmë edhe pak miq? Se i shqetësum nëse nuk është e vërtetë. Ma që më shqetësum që shënë të ngaj. Çka e Një ka analfabet funksional në nivel të barabartë me mund të folë për një temë që se ka një. Tash kalojnë na. I hupi argumentet tash kalojnë në fundimit. Unë më kanë përshkrim. Jo. Ti janë analfabet valla. Unë nuk i besoj. Ti je komplet gjykimin tonë se ti po. Nuk e qira. Jo të kësaj. Çajo është lirimi jashtë studios nuk është tjetër. Për një ndim. Se po ke nevojë për një ndim. Jo, se Çfarë ndime pas ka nevojë? Dizanoza, çfarë ndime? Apo ka nevojë ndim ky aty? Këtë aspekt më ndogo sigur ti ki ndim, jo lirimi. Jo, më fani, jo hoxha. Sepse ky po ti ka thot kretë, po ti lexon tak. Ti ai që vllokosh, as po di çfarë më thon. Ja pra më së dashur, kjo ishte video për sonte. Mirë pafshim vizë e radhës. Ju përshëndes, kaloni mirë.